Atëherë dashur, siç dhe vetë se ju tregova më herët, u rikthyer në studio për të vijuar tutje biseden dhe kam me mysafirën e sotshme, të cilën kam sot kënaqësinë dhe nderin të kem në emision, autore dhe profesoresh Adelina Belulin, e cila ka botuar një libër i cili quhet Një jetë shumë historik, kushtuar mësues së parë në Kumanov dhe Liko, dhe po ashtu një herë dhe gjyshja e saj. Përshëndetje profesoresh, po të quaj kështu, shpresoj që është në rregull, shumë kam kënaqësi që të kam sot në emision. Përshëndetje dhe juve, përshëndetje drejt ata që e përcjellën të shenjën, faleminderit për ftesën dhe jam e kënaqur e lumtur që jam bashkë me ty sot. Po e nisi më Një jetë shumë histori. Libri na u botua dhe u promovua me datë 7 mars, dhe po bisedonim neve vetë se prapa kamerave. Fillojmë një herë që ndoshta nga titulli e futemi pak më thellësisht në detajet tutja. Një jetë është shumë histori. Fillimisht kur më lindi ideja që ta botoja një monografi të tillë, e ftova gjyshin në shtëpinë time që të rrëfej për jetën e saj. Dhe gjatë rrëfimit tregonte histori të ndryshme që neve sot vetëm mund t'i imagjinojmë dhe nuk dim se është t'i përjetojmë ata. Dhe më lindi ideja njeriu ka një jetë, por megjithatë bart shumë histori. Dhe që atëherë pata vendosur që libri ta mbartë emrin Një jetë shumë histori. Po ashtu një nga gjenerata do thoja unë që është e vërtetë që shumë histori kanë kaluar. Ka kaluar shumë e shumë peripetish, ka kaluar shumë histori, ka kaluar shumë situata që shumicën nga ato dhe i gjejmë në libër apo jo. Paka shumë çfarë na sjell libri? Këtu realisht në pamje të parë duket se është rrëfim për një individ, domethënë rrëfim individual. Megjithatë përfshihet një histori gati një shekullore. Meqense gjyshja tani është në moshën 95 vjeçe, domethënë daton nga lufta, para luftës së dytë botërore dhe ka rrëfime, ka tregime që nga ajo kohë. Ishin rrëfime që vetë se i kanë dëgjuar më parë, ndoshta gjatë rritjes me të, apo ishin diçka ndoshta të reja apo enkas për librin? Pjesërisht isha e njohur, meqense unë jam rritur me këto rrëfime, por në të shumtën e raste kanë qenë ato rrëfime që lidheshin me shkollën, në funksionin e mësueses. Po për jetën e saj në mënyrë specifike nuk isha pasur dieni, sidomos për qëndrimin e familjes së saj në fshatin Lunic, atëherë kur ka ndodhur pikërisht edhe masakra në këtë fshat. Flasim për periudhën gjatë luftës së dytë botërore. Si libër, domethënë një lloj përkushtimi, një lloj kujtimi, diçka që do ngelet bashkë me neve dhe me çdo lexues, po ashtu edhe në histori. Pse e pa të arsyeshme ndoshta të botoj tash ose dhe fillimisht pse të lindi si ide? Fillimisht mua më lindi si ide meqense ishte gjyshja ime. Të jem realiste. Pastaj është një gjëra pothuajse të vetmët që është gjallë ende nga ajo kohë. Dhe kush më mirë se kjo do i më rrëfente përjetimet, mënyrën se si filloi shkollimi për vajzat, se si ishin paragjykimet, me çfarë u ballafaqua, pastaj edhe si mësuese, çfarë kishte përjetuar, meqense në moshën 17 vjeçare kjo e martohet mësuese në një fshat. Imagjinoni në fshat në atë kohë një femër të shkojë e vetme në moshë aq të re plus. Aq të re, ku nxënësit kanë qenë në moshë më të madhe se kjo. Dhe ka edhe shumë detaje tjera që doja t'i lë si kujtim, por megjithatë përveç kësaj desha që ky libër ta rrëfente edhe përjetimin e popullit, meqense një periudhë një shekullore pothuajse bart me vete shumë histori. Ka të përjetuar, domethënë, sisteme të ndryshme, para luftës së dytë botërore, luftën e dytë botërore, komunizmin, pastaj kalimin në demokraci, ka histori të shumta të përjetuara. Faktikisht që i kemi përjetuar edhe ne si popull. E rëndësishme të paktën, nëse nuk kemi, le të themi, iniciativa të përbashkëta, të paktën kemi iniciativa të tilla individuale që sadopak kontribuojnë në historinë dhe mbajtjen gjallë të historisë dhe kujtimin se çfarë kemi hequr në përgjithësi, qoftë dhe femrat po edhe si popull. Janë disa punë që qoftë si individ, por duken të pakta ndoshta, por që kontribuojnë shumë. I vërtet këtë libër e kam bërë në mënyrë individuale, me vetë financim,
nuk kam dashur të konkurroj edhe në konkurse të ndryshme, me qenë se ata e prolongonin botimin dhe nuk kam dashur që të varej puna ime, me qenë se ishte edhe puna ime e parë në këtë formë, nuk kam dashur që të prolongoj për një kohë të gjatë dhe e para pastaj të më hube mua e vullneti dhe pastaj ishte në pyetje edhe jeta e gjyshës. Në librin doja me çdo kusht që botohej derisa është ajo gjallë dhe për nder të mësuesit sakrificat që i kanë përjetuar të botohej pikërisht me datën 7 mars. Bëhet fjalë për zonjën mësuesen Regaipe Osmani, që t'ja përmendim dhe t'i kujtohet dhe emri. Na spjego pak ndoshta, na i përmend ndoshta ca situata, qoftë që të kanë ngelur ty në mendje ose që i ke më për zemër, më ndoshta edhe që duhet të dihen pak më publikisht se çfarë qoftë mund të ndjekim në këtë libër apo çfarë dhe ka kaluar mësuesja e parë në Kumanov dhe Likova apo jo në këtë komunë. Fillimisht do t'i nisem pika të shkurtëra që nga lindja e saj, lind në Kumanov, familja e saj ishte me periardhje nga Miratoca. Në prag të luftës së dytë botërore e shpëngurën në Miratoc. Kur filloi lufta e dytë botërore deshën të kthehen në Maqedoni, megjithatë u strehuan në Runic. Në këtë kohë ndodhe dhe masakra e atij fshatit dhe banorët detyrohen të largohen nga fshati. Është një moment delikat këtu, ashtu edhe me lot në sy dhe gjysha më rrëfente, sikurse ta përjetonte edhe gjatë rrëfimit. Në periudhë kur gjithë familja kanë dalë nga shtëpia, e kishin harruar gjyshën me një vëlla më të vogël. Dhe kjo me vëllaun më të vogël në krah është fshehur në një arë dhe në atë kohë një partizan, siç thotë mësuesja quhej Sava, e kishte shpëtuar dhe e kishte rrëfyer, ja kishte treguar rrugën se ku të shkonte. Më pas është moment delikat, me qenë se unë vetë jam mësuese dhe përjetova dhe vetë një situatë të tillë, tregon kur fillimisht është punësuar në fshatin Likov dhe kanë vendosur të banoj me një klasë të improvizuar si banesë. Megjithatë gjysha rrëfente se objekti i madh natën i braktisur vërtet është një kishte një ndjenjë jo shumë pozitive trishtuese dhe rrëfente se e kisha një krevat afër dritarës dhe gjatë natës nga friga se mos po ndodh diçka afër dritarës e zhvendosja tek dera. Më pas janë edhe disa momente interesante, me qenë se obligimin e saj nuk e ndal vetëm në klasë, por me mbarimin e mësimit kjo e merr iniciativën, shkon në shtëpi më shtëpi, i mbledh të gjitha gratë që të mësoj të shkruajnë dhe të lexojnë. Pa dallim moshe. Pa dallim moshe. Pastaj ka pasur interesim, ka pasur rezistencë, ndoshta ka pasur paragjykime, ka pasur sfida të këtij lloji apo ndoshta edhe interesimi apo angazhimi i gjithëve ka qenë i madh. Fillimisht tregonte që nuk është paragjykuar nga fshati, e kanë mirë pritur mirë, madje edhe më ngjante sikurse afërdita përsëri në fshat, që ka pasur një mikpritje nga fshatarët, qofshin të gjinisë mashkullore apo të gjinisë femërore, megjithatë fillimisht gratë kanë hezituar të shkolloheshin. Dhe kjo për të bindur gratë që të kishin besim të kjo, e merr edhe një iniciativë tjetër. Shkon i mbledh gratë dhe i tregon si të kujdesen për fëmijët e posalindur. Çfarë duhet të bënin gratë lehona që janë, pastaj për përgatitjen e turshive i mëson. Domethënë, thjesht si të ishte një film. Unë ashtu e kam përjetuar rrëfimin e saj. Po, faktikisht gjëra shumë të rëndësishme, aftësi jetësore, qoftë shkrim, lexim, po edhe këto aspektet e tjera të jetës që përmend. Sa ishte ndoshta emocionuese ose emocionale në çfarë do aspekti tjetër për ty, po edhe për gjyshen, kur u rrëfenin këto histori? Sepse është pak më ndryshe kur i tregojnë kalimthi, por kur hyn në detaje, kur faktikisht kur tregojnë, kur rrëfehen, sidomos për shkruar një libër apo siç e thekë si një tip filmi, emocioni prek pak më ndryshe. Po.
Gjyshja faktikisht është mësuar me rrëfimet, por jo të detajuar, me që se ka pasur e pas here vizita nga media të ndryshme, kuptohet në shtëpi, është rrëfyer për punën e saj, për atë se si ka vendosur të shkollohet, por jo që nga lindja. Dhe pas here emocionohej. Dhe vetë sytë e saj flisni më tepër se fjalët që i tregonte. Shpesh disa situata të ndjeshme i tregonte sikur ti jetonte për momentin e rrëfimit. Dhe për mua ishte një sfidë tjetër. Me qenë se ishte gjyshja ime dhe unë gjatë shkrimit të librit duaj të distancohesha nga i rol. Nuk duhesha që të shfaqesha në zërin e një mbese që tregon për gjyshën e saj. Këtë nuk e doja. Ishte e vështirë? Ti diferencoje këto role? Te e vështirë, madje më është dashur edhe ti rikthehen disa herë që ca momente ku janë përfshirë emocionalisht unë vetë të distancohesha nga emocion. Me qenë se në rolin e rrëfimtarit nuk doja emocionin të abartë jonë, por të jeset dhe gjyshe. Vetë tregimet dhe vetë situatat. Po ajo si e mirë priti ide në fillimisht kur ja the që dua të bëj një monografi për ty? Nuk i kam treguar drejt për drejt momentin e parë. Gjithë procedurën e kam rrëfyer dal nga dal. Me qenë se vetë mosha e bën që të përjetoj me emocione pak më ndryshe se sa mund të përjetojmë neve. Unë kur eftova në shtëpinë time, thjesht i thash dua ta rrëfej historinë e arsimtarit, por megjithatë dua t'i di detaj që nga lindja. Dhe ishte një rrëfim që zgjati plot tetor. Domethënë që nga lindja deri në këto momente. Dhe nuk tregova për libër, fillimisht mendoj se do të jetë një shkrim i shkurtër. Megjithatë kur ja dërgova librin, u emocionua aq shumë sa filloi të qaj dhe më përqafoi, por megjithatë promovimin pastaj e mbajta një kohë të fshehtë, megjithëse nuk doja që të jepja shumë emocione. Pastaj 2-3 ditë para se të mbaj promovimi, i tregova, ishte emocionuar aq shumë dhe gjatë promovimit e kishte përgatitur shumë mirë një fjalim, por nuk arriti ta mbaroj. Me qenë se pastaj po më tregon, me qenë se tha kur po flas për arsimin, po më shtrëngon gjokse dhe më dalin lotët. Pse? Sepse tani dhe sa lexova këtu kujtime dhe reflektime mbi arsimin e dikushëm dhe të sotëm është një, domethënë le të themi, një nga pjesët e librit apo një nga ndarjet e librit. Kjo arsyeja apo edhe arsye të tjera? Po vetë përjetimi, vetë mënyra se si ka arritur deri në këtë moshë, se ka ushtruar funksionin të jetë mësuese, me qenë se që nga viti 1983 është në pension, dhe është ballafaquar me sfida të ndryshme. Pastaj periudha e komunizmit i ka pasoja tjera, se si janë marrë në pyetje, gjoja po flasin për Shqipërinë e madhe, ndërsa për arsimtarët vetëm janë mbledhur që të diskutojnë për përgatitje ditore. Dhe shumë rrëfime tjera që e bëjnë të vështirë. Domethënë, fjalimin se mbaroi dot se u mbush me emocione, filloi të qante. Po, filloi të qaj. Besoj vetëm ajo në atë sallë, po edhe shumë të tjerë. Sot që e shoh, më përqafon faleminderit. Pastaj prapë ku përshëndetem faleminderit. Meqense se vërtet është gjë e madhe për atë, nuk e priste, madje në një moment më tha, tash që edhe po të vdes, do të vdes e lumtur, e qetë. Për ty çfarë ndjenje kur i tha ajo këto fjalë? Kur e pe edhe të mbushur me emocion gjatë promovimit? Është emocion. Një shpërblim para shumë i punës, apo jo? Ndoshta ajo çfarë tregon që ja arrit edhe qëllimit ose asaj çfarë doja të arrijë. Po. Unë fillimisht thash doja të shkruaja për gjyshen. Pastaj të rrafeja edhe për atë se çfarë ka kaluar populli. Dhe për mua ishte një emocion shumë i veçantë, meqense se figura saj për mua ka qenë një frymëzim dhe udhërrëfyese e vetjetësime. Vetë unë tani kam zgjedhur profesionin që t'jam bashkë me nxënësit. Edhe pse në shkollë të mesme, por megjithatë i njëjti funksion është. E di që të ka thënë ty faleminderit që diskutohet, po gjithsesi ne duhet të themi faleminderit asaj edhe shumë nga ajo gjenerat, të cilët po të mos ishin tash, mendoj po të mos kishin qenë ata, nuk do ishim edhe ne ndoshta
vullnetar si jemi, ose po të mos a kishin hapur ata rrugën, apo ta bënin një rrugtim plot me sfida, plot vështirë, për ne do kishim ndoshta edhe një histori tjetër, ose do kishim përjetime të ndryshme. Çfarë ishte ndoshta nga i gjithë rrëfimi i saj diçka më sfidues apo dhe më kulminant? Lloj-lloj iniciativash ka marrë, një jetë e plot kushtuar profesionit, jo vetëm siç e ceke brenda orëve mësimore apo brenda klasës, po edhe jashtë. Thjesht një jetë, qoftë jeta personale e saj, jeta profesionale, domethënë gjithçka kushtuar vetë arsimit. Duke krahasuar me kohën që neve tash e ushtrojmë profesionin e mësimdhënies, pati një moment ku bëja krahasime me punën që e bënim neve sot, dhe vërtet thash kanë qenë gra të vuajtura ata që kanë punuar në atë kohë, gjysha së bashku me shoqet e saja, me qenë se rrëfente, unë përveç që duhesha të jesh mësuese, më duhej të isha edhe grua, edhe nën, dhe t'i kryja të gjitha obligimet. Rrëfente se para se të shkonte në punë, i bënte gati bukët që të zinte, pastaj kthehej në pushim, i formason në bukët, dhe pastaj, pas e mbaronte mësimit, i vinte që të piqeshin. Dhe vërtet thash, ka qenë një sfidë për ato, me qenë se neve sot e kemi lehtë, jemi në punë, dhe punët e shtëpisë gjenë kohë t'i kryem kur kemi kohë të lira. Megjithatë, rrethonat kanë qenë të tilla që në atë kohë gruaja është dashur t'i kryej vërtet të gjitha punët. Madje edhe po mos t'i kryente punët e shtëpisë, do të ishte paragjykuar ende më shumë. Është paragjykuar në fillimet e saj? Fatmirësisht gjyshja vinte nga një familje që ishte, sidomos të nënës, që ishte në vendaset Kumanovës, kishin një kulturë, dhe përderisa kishin përkrahjen e familjarëve, nënës, babët dhe të tjerëve, nuk e kanë ndjerë shumë edhe paragjykimin. Me qenë se kjo që në fëmijë ka punuar, ende pa shkuar në shkollë, për të ndihmuar ekonomikisht babait të saj. Që në atë kohë, edhe pse ka qenë femër, prap babai ka lejuar që të punoj, që ta ketë si krah në aspektin ekonomik. Mbështetja luan rol shumë të madh. Po, por megjithatë e gjinisë femërore dhe flasim para 80 viteve. Diçka që rrallë ka qenë shumë e pakt në të gjitha viset shqiptare, ka qenë shumë e pakt, shumë e rrallë, që vërtet ka qenë fat i madh, po kishën mbështetje të tillë sidomos nga familja. Po, me qenë se në atë kohë vajzat vërtet kanë hezituar. Ndoshta nuk i kanë lejuar familjarët, ndoshta edhe janë paragjykuar, këtë unë më shumë e kuptoj gjatë rrëfimit, ku thotë që fillimisht kur u emërtova mësuese, nuk isha nxënëse asnjë femër. Të gjithë ishin meshkuj. Dhe më duheshte të luftoj, të ecja shtëpi në shtëpi, dhe t'i bindja baballarët se shkollimi një femre nuk është krim. Megjithatë, është një gjë shumë e madhe që femra të bëhej e zonja e vetvetes. Ja doli të mbledh sa do pak vajza? Po. Të ketë në klasë? Po. Bile disa herë kam pyetur, a të paragjykonin? Jo. E kanë mirëpritur aq mirë sa ka arritur të bëj jo vetëm vajza nga Likova, por edhe nga fshatrët përreth. Që rrëfente se si kanë ardhur ato në shkollë, në kamp, nga një fshat në një fshat tjetër. Vetëm për të arritur këtë mision, ta përmbushin këtë mision. Të mësojnë shkrim dhe lexim. Ashtu. Do di pak si çfarë thot për arsimin, një jetë kushtuar ti, qoftë arsimin që e ka lënë pas, apo dhe arsimin e sotëm, të shef tash ty mbesën e saj si profesoresh. Ka ndonjë mendim, ka ndonjë mesazh? Po, ka mendim, por nuk e jep mendimin nga këmbvështrimi se unë jam besa e saj. Ajo pak a shumë është e revoltuar me mënyrën se si ndodhen ndryshimet gjatë demokracisë, dhe sidomos në periudhën e fundit. Është e revoltuar me vetë fëmijët, se nuk kanë edhe shumë interes. Thonte, fëmijët atëherë shkruanin me një dras në vend të fletorës,
pastaj e pastronin dhe shkruanin prapë. Dhe në atë mënyrë ata kanë arritur të mbanin mend gjëra të ndryshme. Dhe thot tani fëmijët i kanë të gjitha të mirët dhe këto të mira sikur i kanë lezruar tej mase dhe i kanë larguar nga qëllimi që ka njeriu në jetë arsimohet. Kjo ndoshta ndodh sepse pak ne tashmë i marrim dhe gjërat për të mirë qenë. Në kohën e tyre dhe nuk i merrnin gjërat për të mirë qenë. Po ishte diçka si shpërblim ose ishte diçka e madhe të arrije të arsimoheshëm. Vetë fakti që rrëfen që është dashur të punojë që të ndihmoj prindërit në krahasim me fëmijët tani që i kanë gjitha të mirët, baballarët apo prindërit në përgjithësi bëjnë çmos që fëmijët i kanë gjitha të mirët, e bën këtë diferencë. U promovua me datë 7 mars. Ishte të ky qëllimi apo jo, të arrihet të promovohet me këtë datë. Gjyshja nuk e dinte, nuk ishte e vetishme për promovimin e librit. Si ja the, si e priti dhe dua di pak dhe se kush ishte pjesëmarrës. Fillimisht gjyshës ja rrëfeva që ta përgatitja psikologjikisht 2 ditë përpara se të ndodhi. I shkova ta vizitoja dhe i thash që do të ketë promovim. Edhe më tha, kam emocione dhe nuk mund të flas, filloi të dridhej. Por megjithatë nuk i tregova se në ç'lloj mënyre është përgatitur promovimi, meqense se nuk doja që të emocionohej prej përpara dhe ta përjetonte si diçka obligative. Fatmirësisht, pat mysafir jashtëzakonisht shumë, pat mysafir nga partitë politike, nga bizneset private, nga arsimtarët dhe njerëz të tjerë që e kanë patur mësuese. Edhe unë i befasova, nuk i prisja një numër të tillë të mysafirëve, duke paragjikuar se sa duhet libri ditësodit, se sa njerëzit janë të interesuar për librin, dhe për mua ishte kjo një mbështetje jashtëzakonisht e madhe dhe i falenderohem secilit që ishte prezent. Sepse ishte moment emocionues për ju, po edhe për gjyshen apo për mësuesen Regaibe, më fal. Po për të tjerët, si e pritën, ndoshta si u ndjen, qofshin ata familjar apo rrethin, nxënësit e kaluar dhe gjithkush që ishte prezent, sidomos besoj edhe në fjalimin që ajo dha, sadopak i ka prekur të gjithë. Vetë fakti që ishim prezent një numër i madh, ishim prezent fal respekti që gëzon. Jo vetëm tek ata që u ka dhënë mësim, por edhe tek ata që e kanë trashëguar mendimin se çfarë ka qenë mësuesja Regaibe për prindërit apo për njerëzit që i kanë njohur. Kishte emocione të mëdha dhe kishte edhe përjetime. Domethënë jo vetëm unë që e përjetova, por e përjetoi edhe nëna ime, e përjetuan të gjithë. Ishte një interesim jashtëzakonshëm dhe vetë fakti që ishim prezent edhe njerëz që kishe harruar t'i ftoja, kjo më gëzoi shumë. Gjë që tregon shumë për gjyshen. Diçka tjetër që edhe ne kur po flisnim prapa kamerave, po edhe me sa dëgjova dhe juve ju ka bërë përshtypje, memoria apo kujtesa, domethënë arritja e tregimeve, domethënë rrëfimeve kaq bukur në kaq detaje në këtë moshë. Bëhet fjalë për moshën 95 vjeçare, pas kaq dekadash akoma e ka shumë të freskëta. Vërtet ishte mahnitse. Në moment që vendosa ta xhiroja rrëfimin e saj, tash do më rrëfente, por duke mos ndalur në data, në emra, apo në gjëra specifike, që neve sot nuk i mbajmë mend. Por megjithatë e kishte një memorje të tillë, sa thash me vete, neve nuk vlejmë asgjë, por nuk e kemi atë memorje. Ishte në gjendje të mbajnë mend në moshën 12 vjeçare, siç e ceka më herët në fshatin Runic, ishte në gjendje të mbajnë mend emrat e nxënësve të parë që i kishte, ku e kanë patur shtëpinë, me çfarë ngjyre kanë qenë të lyera, rrugët e vjetra si kanë qenë të Kumanovës, si janë quajtur atëherë atë rrugë, unë jam ahnitur me atë mbamendje. Ndihet
pas një jetë të tillë, një misioni të tillë ndihet e përmbushur me arritjet edhe e lumtur, domethënë se ma çfarë i dha arsimit, po edhe arsimi saj. Fatmirësisht, po, ndihet e lumtur dhe thash daton nga viti 1983 që është në pension dhe thonte që pensioni nuk e priti mirë, donte që punonte ende të jepte akoma dhe 2 javë apo 3 nuk e mbajnë më saktësisht që kishte shkuar dhe kishte punuar vullnetarisht. Është e përmbushur, vetë fakti, vetë respekti që sot vinë ta vizitojnë nxënës të ndryshëm, qofsh nga vendet e jashtëm që janë në Kurbet apo nxënësit që janë brenda Kumanovës vinë dhe vizitojnë për çdo 7 mars, ja urojnë në shtëpi. Kjo flet shumë për arritjen, domethënë për misionin e mbushur. Pastaj kjo është e përmbushur edhe për disa arsye tjera, meqenëse se ka luajtur rol vendimtar për shkollimin e më të qeshëm, jo vetëm të gjinisë femërore, por edhe të gjinisë mashkullore. Aty është edhe një rrëfim ku rrëfente që gjatë qëndrimit në klasë ka vërejtur një djalë duke i kollotur lopët në oborrin e shkollës dhe ka pyetur për çfarë nuk je në shkollë, prindi nuk më lejon. Dhe kjo e ka marrë iniciativën, ka shkuar, ka biseduar gjatë me prindërit dhe i ka bind. Dhe ai pastaj është bërë vetë arsimtar. Apo e kemi një rast tjetër që nuk dua t'i përmend tani me emër, që është bërë profesor universitar. Domethënë edhe pse të gjinisë mashkullore ata kanë pasur pengesë nga prindërit për shkak të obligimeve, kushteve ekonomike që kanë qenë atëherë. Megjithatë, kur i tregonte me aq nostalgji, me aq dashamirësi sa vërej përmbushja shpirtërore e saj. Një rol shumë i madh, shumë e peshë, shumë e vlerë roli mësuesve në atë kohë, të cilët, siç me shembuj që tregove, kanë ndikuar, kanë ndryshuar trajektoren e shumë jetëve. Realisht po, se unë nuk e dija rolin e saj edhe të gjinia mashkullore. Të gjinia femërore po, meqense thashë jam rritur me tregimet, me atë se si ka shkuar në fshatin Likov, se ka përjetuar qëndrimin atje, se si është familjarizuar, pothuajse me të gjithë. Thonte në çdo shtëpi që shkoja e ndjeja veten si në familjen time, meqense kjo në moshën 17 vjeçare, thashë edhe më herët shkon në fshatin Likov dhe domosdo e ka pasur që kohën e lirë ta kaloj me dikë. Mi por rrëfente se ka bërë shumë shoqe, dhe thonte që në shtëpinë e tyre ndjehesha si në familjen time. Për juve, pasi dhe po e afrohemi fundit të bisedës, thej që është botimi i parë këtij lloji. Po. Do të kemi të tillë, do mundohemi pak a shumë të qëndrojmë ndoshta këtij zhanri, le ta quajmë, apo të mundohemi të sjellim të tilla tregime, të tilla mesazhe, të tilla histori. E kam një mendim, por megjithatë jo për një figurë të veçantë, meqense duhet kohë për të mbledhur, fatmirësisht e kisha burimin e gjallë dhe nuk më duhej shumë të hulumtoja, por një rrëfim 8 orësh dhe të detajuar më dha shumë material. Persona të tillë thashëm në trevën e Kumanovës pak a shumë janë të gjallë. Meqense nxënësit e saj kam tekur e lëmë kjo, por megjithatë nuk dua të shkëputem nga gjërat që e lidhin librin dhe shkollën. Për gjuhën dua të shkruaj diçka për atë se si rrjetet sociale po ndikojnë në përvetësimin e gjuhës letrare standarde tek nxënësit, se si edhe mediat e shkruara po e dëmtojnë gjuhën me huazime të shumta të fjalëve të gjuhës angleze apo të gjuhëve tjera. Në këtë sferë dua të ndalem, por prapë të qëndrojnë në shkollë. Unë uroj që ne ritakohemi përsëri për projektet, për botimet të tjera, që s'dyshoj që po ashtu do kenë sukses kaq madh, dhe siç i seke, besoj që do jenë tema me peshë dhe me vlerë që gjithë secili prej nesh sa do kudo na ndikojnë. Mësueses apo zonja Sërgaibe i uroj jetë gjatë dhe shumë të shëndetshme dhe të falenderoj edhe një herë që ke gjetë kohë dhe mundësi sot jesh me ne. Vërtet kënaqësi që ju kisha këtu. Faleminderit shumë. Për mua ishte një kënaqësi e veçantë
Jo për vetën time që jam prezente, por për vetë faktin e librit dhe figura që fshihet pas këtij libri, që vërtet jo që është gjysha ime, por dua t'i bëj jehon sakrificave që i kanë ballafaqjuar apo i kanë jetuar vetë personazhet e këtij lloji, se vërtet nuk e kanë pasur as pak të lehtë, ka pasur vështirësi të shumta, për te atyre shoqërore kanë qenë edhe faktorët ekonomik që e kanë pamundsuar, ndoshta po mos ishte një situatë e tillë, do të kishin pasur shumë më tepër figura femra që do ishin shoqe së bashku me gjyshën time. Gjithsesi, po jetojmë në kohë më të mira, kështu që urojë që të arsimohemi sa më tepër dhe po ashtu t'i kthehemi librit pak më shumë. Vërtet e dua këtë. Jemi në kohën që sasia e ka mundur cilësinë dhe duhet ta luftojmë këtë, që të kemi sasi, por të mbushur me cilësi dhe jemi në një situatë emergjente për t'ju rikthyer librit, jo sa për ta patur një libër në shtëpi, po vërtet ta lexojmë, sepse të shprehurit gjuha është varfëruar te mase. Uroj që këto mesazhe, këto fjalë të mos shkojnë në vesh të shurdhur, po të mirën parasysh dhe të falenderoj edhe një herë që ishe sot me ne. Faleminderit edhe nga ana juaj. Dashur të dashur, pas një bisede kaq këndshme dhe me kaq vlerë, unë nuk më ngele gjë tjetër veç se t'ju uroj një fundjavë sa më të këndshme dhe ne ritakohemi sërish të hënën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.